sikur në mbrëmje të fikeshin të gjitha dritat dhe ne të drejtoheshim, të orientoheshim në këtë tokë përmes ijeve, të cilët janë një botë e tërë, e toka në krahasim me ijet është sa një pikë e vogël e një oqeani, e krahas kësaj në këtë tokë të vogël, Allahu i madhruar na dëgjon lutjet tona dhe i din mendimet dhe fjalët të cilët i folim njëri tjetrit. Pra, kjo gjithësi, nderuar i vëlla, është një libër i hapur që Zoti Xheleshanuhu na ka dhënë në dispozicion që ta aktivizojmë mendjen tonë duke medituar rreth krijesave të Allahut Xheleshanuhu. Ijet janë të panumërta, por asnjëna me tjetrën nuk ndeshin. Dielli në kohë të caktuara, ashtu siç i ka thënë Zoti Xheleshanuhu, lind dhe perëndon. Dhe gjithashtu hana e bën lëvizjen e saj në orbitën e vet. E gjithë kjo për të na shërbyer mua dhe ti. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: dhe çdo gjë e kemi vënë në dispozicion që ju të meditoni rreth argumenteve të Zotit Xheleshanuhu. Pra çdo gjë, i nderuar i vëlla, duhet të jetë në shërbimin ton e ne të afrohemi ke Zoti Xheleshanuhu. Nëse kjo nuk është, kjo e dita, nëse nuk është, atëherë kemi problem me këtë adhurim dhe duhet ristartuar edhe një herë mendjen që vërtet ta përgatisëm për të menduar, medituar rreth krijesave të Allahut Xheleshanuhu.